Abdurrahman es-Sufi, ushqua në shekullin e 10. Abdurrahman es-Sufi lindi në rrej të Persisë. Duke qenë astronom i shquar i shekullit të 10, ai ishte në shërbim të bujudive. Abdurrahman i bëri një rishikim të tërë të katalogut të yjeve të Ptolemeut, i cili përmbante pozicionet e 1022 yjeve të klasifikuara sipas madhësisë dhe ndërçimit. Vepra shkencore Abdurrahman es-Sufit 1903-1986, e cila titullohet Libri i yjeve të qëndrueshëm, Kitab Suar el-Kawakib e-Thabita, është dorëshkrimi më i vjetër astronomik i ilustruar që njihet deri më sot. Yjet janë paraqitur nëpërmjet figurave mbi të cilat janë vendosur yjet, të paraqitura me pika të kuqe. Ekzemplari që gjendet në bibliotekën Bodleian të Oxfordit, vepër e djalit të autorit, datohet në vitin 1009, dhe autori deklaron në të se pikturat janë nxjerrë nga një glob yjësish. Yjesia e Orionit. Në 1. Betelgeuse nga Ibn el-Jauza, sjetulla e Gjigandit. Në 2. Rigel nga Rigel, barabart me kënd. Abdurrahman es-Sufi pra do të jetë nga kampionët e shkencës së studimit të yjeve me librin e tij pra të yjeve të qëndrueshëm. Këta dietarë dhe shkencëtarë të mëdhej fisnik gjithmonë frymëzoheshin nga Kurani famlar dhe mësimet e të dërguarit Muhammed. Ata punuan ditën dhe natën që të përhapin shkencën tek njerëzimi, që njerëzit ta zhvillojnë dhe ta ndërtojnë më shumë botën rreth e përqark tyre. E sot e asaj dite, këto zbulime të mëdha shkencore kanë hyrë në punë tek NASA, tek akademitë e mëdha të fizikantëve, astronomëve dhe dietarëve të ndryshëm, të cilët kanë ndërtuar shkolla, akademi dhe kanë përparuar përpara njerëzimit.